Në një moment të papritur dhe të diskutuar, Atilla Kardesh, ish bashkëshorti i këngëtares dhe modeles Drenusha Latifi, u bë pjesë e edicionit të tretë të Big Brother VIP Kosova. Hyrja e tij në shtëpi shkaktoi reagime të shumta, duke qenë se Drenusha ishte gjithashtu një nga konkurrentët e këtij edicioni. Në hyrje, Atilla u shpreh se qëllimi i tij ishte të sqaronte situatën dhe të mbyllte çdo konflikt për të mirën e fëmijëve të tyre. Takimi mes Atillës dhe Drenushës në shtëpinë më të madhe në Kosovë ishte mjaft i tensionuar. Drenusha shprehu se nuk kishte asnjë ndjesi karshi Atillës dhe se asgjë nuk i bashkonte përveç fëmijëve. Pas disa ditësh, Atilla vendosi të largohej vullnetarisht nga shtëpia, duke theksuar se qëllimi i tij ishte të sqaronte situatën dhe të mbyllte çdo konflikt për të mirën e fëmijëve. Pas hyrjes së tij në shtëpinë më të madhe në Kosovë, Atilla ishte akuzuar nga Drenusha për dhunë fizike gjatë martesës së tyre. Drenusha kishte publikuar fotografi që dokumentonin për dëmet që kishte pësuar dhe ishte pajisur me një urdhër mbrojtje ndaj tij. Por avokati i Atillës ka sqaruar se ai nuk është hetuar për dhunë fizike, por vetëm për ofendime. E pas daljes nga Big Brother VIP Kosova, Atilla u përfol për një lidhje me këngëtaren shqiptare Rovena Stefa. Ata publikuan foto së bashku duke konfirmuar marrëdhënien e tyre. Më vonë, emri i Atillës u lidh edhe me këngëtaren Eva Ndoja. Në rrjetet sociale qarkulluan video dhe foto që sugjeronin një lidhje mes tyre, duke shtuar edhe më shumë spekulim rreth jetës së tij private. Në një moment të papritur, një video e publikuar nga vet Atilla dhe Eva Ndoja u publikua në rrjetet sociale, duke shkaktuar një valë reagimesh nga ndjekësit dhe mediat. Disa e kritikuan Atillën për publikimin e një videoje të tillë, ndërsa të tjerë shprehin shqetësimin për privatësinë e tij dhe të Eva Ndojës. Asnjëra palë nuk ka dhënë ndonjë deklaratë zyrtare në lidhje me këtë ngjarje. Atilla Kardesh, një personazh i njohur në mediat sociale, në një figurë të përfolur në ekranin e shtëpisë më Atilla Kardesh ka kaluar nga një personazh i njohur në mediat sociale në një figurë të përfolur në ekranin e Big Brother VIP Kosova. Jeta e tij është e shoqëruar me drama personale, akuza për dhunë, lidhje të reja dhe publikime të papritura në rrjetet sociale, ndërkohë që ai vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes e është e paqartë se çfarë do të ndodhë ende më tej me jetën e tij private dhe profesionale.